Marrja e pakontrolluar e inerteve në përrojën e fshatit Papër në Elbasan po sjell pasoja serioze për infrastrukturën lokale. Struktura e urës është dobësuar ndjeshëm dhe ekziston frika se nëse situata vijon, ajo mund të shembet duke lënë të izoluar të paktën 4 fshatra të zonës. Nga dokumentet e siguruara rezulton se kompania 2 të SHPK është ndër subjektet e pajisura me leje për nxjerrjen e inerteve në këtë zonë në kuadër të punimeve për ndërtimin e aksit rrugor Elbasan Papër, pjesë e korridorit të 8. Banorët kanë ngritur shqetësimin pranë autoriteteve vendore, ndërsa ankesat janë përcjell edhe në drejtorinë e emergjencave civile. Shqetësimi për ne është na s'u kalojmë më këtu po u degraduaj po shemë. Nuk ka një rrugë alternative? S'ka rrugë tjetër më, vetëm të ish më sprojt. Vetëm më sprojt. S'ka ku të shkosh tjetër më. Është panjun, pa përsallak. Nga gryrja, se s'ka gjë tjetër. Në gryrje, gjë gryj projt. Ka va problem. Të rrezikuar jemi në po shemë se ku të shkojmë. Ne çdo ditë këtë punë kemi. Kënd bëhet të rregullohet ura një më shemë dhe të mushet kjo rruga këtë se është boton gropa. Aja aty kanë dolur nga gryrje që kanë marrë zhavorin, është gry, dhe ur pa baza që kanë bën kish në fillim. Nuk ka koma gjona që si ka qenë baza, u monu gryjnë bazat e në aja rrezikon 3 fshatra. Pajunin, Papërsallakun dhe Bzutën. Pajunin. Të monu e rrezikon të 3 fshatra ne që ne jemi të bllokuar për qese u shemet aja ura. Përmbytje, ja, përmbytet gjithë tokat. Se është zajli i ngushtë edhe haf, gjithë tokat e. Fillon në atje, shefët malin atje larti, atje më lidhen ujrat dhe të gjithë më ledh këj projon. Vazhdon puna, vazhdon rruga madhe. Vazhdon para shinesh, qenë shinet, marun, fillon prapsat. Po këtu nuk kemi problem. Janë shumën e janë 6 fshatra lartë. Ja, ku është atje? Kufi me Tiranën. Kufini me Tiranën izolohet komplet. Po në 3 fshatra. Është Papërsallaku, Pajuni dhe zona tjera lartë. Po pse ndoh? Nga gryrje, pse ta? Si që shkoni të vetë, gryjet e lumbit. Siç po marrin e inertit në projt, 2 muaj, mos gaboj. Po shumë, normale, nuk është vetëm ura, rruga lart gjithashtu është. Ka probleme. Ekspert dhe organizata mjedisore kanë paralajmëruar vazhdimisht se shfrytëzimi pa kriteri i shtretërve të lumenjve dhe përrenjve po sjell pasoja shumë të rënda, përfshirë dëmtimin e urave, rrugëve dhe tokave përreth.